Sot festohet Dita Ndërkombëtare e Gruas 8 marsi në Shqipëri dhe në të gjithë botën, për të nderuar dhe respektuar figurën e gruas. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në Pallatin e Brigadave tha se gruaja është ekuilibri çdo shtëpie dhe pa gruan shtëpia është fatkeqësisht pa çati dhe është ekuilibri çdo shoqërie, siç është dhe shoqëria jon që sot ka shumë më tepër vend për gratë e vajzat në të gjitha hapësirat e jetës aktive. Kjo është në mënyrë të thjeshtë e vërteta e ekuilibrit të çdo shtëpie që pa gruan është faktikisht pa çati dhe e vërteta dhe e ekuilibrit të çdo shoqërie, siç është edhe shoqëria jon që nëse sot ka shumë më tepër vend për gratë dhe për vajzat në të gjitha nivelet e vendimarrjes, por edhe në të gjitha hapësirat e jetës aktive, një grua shqiptare që ju e keni dëgjuar të gjitha, Elena Gjika ose siç njihet ndryshe Dora Distria, thoshte çdo shoqëri matet me vendin që i ka rezervuar gruas. Dhe nëse ne përpiqemi ta matim Shqipërinë me vendin që i ka rezervuar gruas, atëherë unë mendoj se i gjithë progresi në zgjerimin e hapësirës për gratë është në fakt pasqyrë kuptim plot e vetë progresit që ka bërë Shqipëria. Gjithashtu ai përmendi edhe thirrjen e ish-kryeministrit Berisha për mos shkuarje në shkollë të rinjve, por të protestojnë për mbylljen e TikTok nga qeveria për 12 muaj. Ju e dëgjuat që në ditën e mësuesit, në ditën e mësuesave, jehoi një thirrje për të gjithë fëmijët e Shqipërisë për mos shkuar në shkollë. Të gjithë fëmijët u ftuan nga Kujtim Gjuzi që të mos shkojnë në shkollë. Dhe prindrit u ftuan që të mos i lënë fëmijët të shkojnë në shkollë. Ditën e hënë. Dhe të shfaqin të gjithë madhështinë e marrëzisë për të protestuar pse do mbyllet TikToku. Lajthitja e madhe e thirrjes për të mos shkuar në mësim fëmijët dhe prindrit për t'i mbajtur fëmijët në shtëpi që mos shkojnë në mësim sepse do mbyllet TikToku, tregon në fakt se sa rreziqe tjera mund të presim nga një mendje e ikur për terital. Jo, unë do ta përsëris edhe sot dhe gjatë gjithë rrugtimit drejt 11 majit thirrjen time për të gjitha gratë që i kanë burrat demokrat. Burrat mbajnin në shtëpi në 11 maj, jo fëmijët për shkuar në shkollë.